Unë e di që tashmë ju jeni shumë kureshtar të dini se prisni me shumë entuziazëm a do të ketë Big Brother 5. Unë kam filluar të hulumtoj, kam filluar të gjurmoj, kam filluar të marrë informacione dhe kam kuptuar që Big Brother VIP 5 Albania do të nisën pas sezonit veror, njëkohësisht kur ka qenë gjithmonë sezoni Big Brotherit. As nuk ishte mbyllur ende mirë euforia e finales së madhe të Big Brother VIP Albania 4, ku gjesti u shpall triumfues dhe mori me vete çmimin e madh prej 100.000 eurosh, kur një tjetër lajm bombastik tronditi fansat e këtij spektakli. Ledion Liço konfirmoi se Big Brother VIP Albania 5 është në rrugë sipër dhe shumë më afër se nga se imagjinohet. Në një moment surprizues gjatë emisionit përmbyllës në post Big Brother VIP Albania 4, moderatori i dashur për publikun Ledion Liço bëri publik një lajm që ndezi me njëherë rrjetet sociale dhe solli sërish atë valë emocionesh që vetëm ky format di të jap. Bashkë do të shihemi në Big Brother 5 që do të vijë së shpejti, deklaroi ai me një buzëqeshje që nuk linte vend për dyshime. Përgatitjet kanë nisur dhe motori i realitetit më të madh televiziv në Shqipëri është sërish në lëvizje. Kjo është hera e dytë radhazi që Ledioni drejton këtë format kolosal, duke kthyer Big Brother VIP në jo thjesht një program argëtues, por në një ngjarje kulturore dhe sociale që ka ndikuar në çdo cep të opinionit publik, nga kafenet e lagjes te panelet televizive, rrjetet sociale dhe bisedat në familje. Edicioni 4, që sapo përfundoi, solli jo vetëm emra të njohur të showbizit dhe personazhe që ndezën debatet publike, por edhe mijëra orë transmetimi që mbajtën shqiptarët të ngjitur pas ekranit. Net të zjarta në Prime, intriga, romanca, përplasje dhe gjithçka tjetër që krijon një pasqyrë të shpirtit të kohës ku ne jetojmë. Spekulimet kanë nisur që në minutat e para pas njoftimit të Ledionit, cilat figura publike do të guxojnë të mbyllen brenda 4 mureve të shtëpisë më të famshme në Shqipëri? A do të kemi rikthim të ish-banorëve që lanë gjurmë? A do të shohim fytyra të reja më konvertuese, më të guximshme, më të parashikueshme? Një gjë është e sigurt, pritshmëritë janë shumë më të larta se më parë, dhe me suksesin e padiskutueshëm të 4 edicioneve të para, Top Channel dhe produksioni Big Brother VIP po përballen me sfidën për të ngritur edhe më lart një standard që tashmë ka kaluar për masat kombëtare. Spektakli nuk ka mbaruar akoma, në fakt por i fillon, dhe këtë herë me më shumë sy, bim të më shumë se kur. Tani, përflitet që mund të jetë një spektakël që brenda saj mund të jenë finalistët, të jetë një spektakël me finalist, por automatikisht nuk mund të mbash Big Brother me 5 finalista. Nuk e shoh të tillë. Unë mendoj që ky Big Brother do të jetë Big Brother me VIP-a, siç ka qenë në 4 edicione të tjera. Ka edhe shumë kohë për të bërë si projekt. Është një projekt që vetëm ka filluar në rritje sipër, në ngritje sipër në Top Channel dhe mendoj që do të vijë edhe më fuqishëm pesa. Nuk ka emra të konkretizuar, me patjetër që janë në bashkëbisedime. Punët për Big Brother VIP 5 kanë nisur që gjatë kohës kur bëheshte Big Brother VIP 4, do me thënë po punohet me shumë intensitet të lartë, po bëhen matematika të ndryshme, po jepen mendime të ndryshme, vetëm se si të krijohet një spektakël gjigant. Ju e dini shumë bukur që Ledioni e pati thënë që për të sjellur një Big Brother në skenë duhet të punosh 3 muaj punë intensive para për ta sjellur atë dhe të duan 3 muaj punë intensive mbrapa në 6 muaj punë për të patur një sukses të gjerë, dhe kështu funksionoi Ledioni, kështu e solli suksesin për të arritur të kuptojmë se në fakt çfarë do të ndodhen në kohën në vazhdim. Big Brother 5 është gati. Kush mendoni ju se mund të jenë banorët të cilët do të hapin edhe një herë dyert e kësaj shtëpie së shpejti?